Ish gardiani i burgut të Prishtinës dhe të Lipjanit, Dragisha Milenković, ka paraqitur para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë mbrojtjen e tij për akuzat për krime lufte të kryera në këto burgje. Ai ka theksuar se ka menduar që si dëshmitar në rastin e tij ta propozoj kryeministrin Albin Kurti, pasi ai ka qenë i burgosur në burgun e Prishtinës. E din avokati im se mi premiera Kurti, që e kam kërkuar edhe kryeministrin Kurti da kao građani që si qytetar ko želi da da izjavu, sipas dëshirës të jep deklarat, ali pre 20 meseci. por para 20 muajsh. Prokurori ka premtuar se do ta dëgjoj. Nuk më ka interesuar si kryeministër. Nego setio sam se ima kao građanina koji je bio u zatvoru. Më është kujtuar si emër, si qytetar i cili ka qenë në burg. Është pranuar në ndrimin tim. Ja mu dao sapun i šampon. Unë ja kam dhënë sapunin dhe shamponin. Kad je došao iz državne bezbednosti. Kur ka ardhur nga shërbimi. Ai ka mohuar akuzat se gjatë luftës ka torturuar rom. Njeriu nuk e di se për çka bëhet fjalë. Nikad sa nikakvim Romom nisam imao problem. Asnjëherë me asnjë rom nuk kam pasur problem. Jetoj në lagjen e romëve. I nikad tako nešto ne bi uradio. Dhe ashtu diçka kur nuk do të bëja. I akuzuari ka mohuar edhe akuzat se ka rrahur një serb, për të cilin ka thënë se ka pasur probleme me vëllaun e tij, por jo me të. Në atë shtëpi ku kam banuar, Njegova kuća udaljena shtëpia e tij ka qenë në largësi, nekih 15 metra od. ndoshta 15 metra larg shtëpisë time. Njeri nuk ka pasur problem me mua, Imao je problem sa mojim bratom. ai ka pasur problem me vëllaun tim. Brat se oselio za Srbiju. Vllau është shpërngulur në Serbi. Gjatë seancës i akuzuari ka thënë se ka hequr dorë nga propozimi për të udhëgjuar dëshmitar, pasi siç tha, ata janë të punësuar nëpër institucione shtetërore të Kosovës. Ish gardiani Milenković është arrestuar me 21 qershor të 2023-s. Akt akuzat që u ngrit në dhjetor të 2023-s e ngarkon Milenkovićin se në cilësinë e gardianit të burgut të Prishtinës dhe të Lipjanit, gjatë luftës së viteve 1998-99, ai në bashkëkryerje e në mënyrë sistematike ka maltretuar të burgosur shqiptar. Për këto akuza, ai u pa deklaruar i pafajshëm.